Në mesin e maleve të Mirditës, Rubiku ka qenë për dekada një qendër e rëndësishme industriale e Shqipërisë. Metalurgjia e Rubikut. Nga minatorët që përlesheshin me shkëmbinjt për të rëmbyer bakrin, janë metalurgët mirditor e kuksian që këtë bakër e shkrejnë në furat e tyre. E nisur fillimisht si minier e më pas si uzinë për pasurimin e bakrit, kjo strukturë prodhonte jo vetëm metale bazë për industrinë vendase, por edhe sasi të konsiderueshme ari që mbushnin rezervat strategjike të shtetit. Por Rubiku kishte edhe një funksion më pak të njohur, një aktivitet dytësor i lidhur me përpunimin e pjesëve mbështetëse për armatimin dhe infrastrukturën e mbrojtjes. Në periudhën e komunizmit, kjo ishte pjesë e një filozofie më të gjerë të ekonomisë së mbyllur dhe vetëmjaftueshmërisë. Çdo strukturë industriale duhet të kishte një rol rezervë për mbrojtjen në rast të një konflikti të mundshëm. Pas vitit 1990, kjo logjik u ndërpre. Rubiku gradualisht u zbraz, uzina u degradua dhe zona humbi funksionin e saj ekonomik. Por gjeopolitika e re pas vitit 2022, me agresionin rus ndaj Ukrainës dhe rritjen e tensioneve në skenën ndërkombëtare, e riktheu në agjendë pyetjen: a mund të jetë industria e mbrojtjes një shtyllë zhvillimi për një vend të vogël si Shqipëria? Ministria e Mbrojtjes dhe Qeveria Shqiptare kanë vendosur të japin një përgjigje të qartë. Po. Mbas një pune disa mujore, mbas disa negociatash, të cilat janë ende në proces, ku qendra e industrisë ushtarake në Rubik synon që ta kthejmë në një shtyllë kryesore të prodhimit ushtarak në vendin tonë. Dhe i gjithë ky kompleks, mbas një negociate komplekse, do thoja, jemi shumë afër pranë realizimit të objektivit që qeveria shqiptare ka vendosur për rjetëzimin e industrisë ushtarake në vendin tonë. Pika e parë. Pika e dytë, patjetër që ky kompleks i ri ushtarak do krijojë padyshim disa benefite. Nuk janë vetëm benefitet e ekonomisë lokale, po janë gjithashtu benefitet e logjistikës, shërbime mbështetëse që do gravitojnë rreth këtij kompleksi. Ne kemi bërë një studim dhe na rezulton se një vend pune në industri ushtarake prodhon 3 vende pune në industri civile mbështetëse. Dhe padyshim ky është qëllimi kryesor. Ne nuk synojmë të riarmatosemi, po synojmë të ngrejmë një ekonomi të qëndrueshme ku industria ushtarake është një prej shtyllave kryesore të reindustrializimit të vendit. Dhe pranuam me shumë kënaqësi në fakt edhe insistimin e Ulsiut që ta bënim këtë bashkëbisedim me të gjithë ata persona që kanë jetuar fal kësaj ekonomie në këtë vend. Duke përdorur infrastrukturën ekzistuese, përvojën historike dhe potencialin për partneritete ndërkombëtare, është ndërtuar një strategji kombëtare që synon të kthejë Rubikun dhe pikat të tjera në territor në qendra të reja të prodhimit ushtarak për qëllime vendase dhe eksportuese. Ne nisim me investimet e para për krijimin e qendrave të prodhimit të industrisë ushtarake. Dhe këtë kompleks e kemi identifikuar si një nga pikat ku do të investohet dhe do të prodhohet për forcat tona të armatosura, por në masën më të madhe për eksport. Gjë që sigurisht do të thotë e para një front i ri dhe kuptim plot punësimi, e dyta punësim cilësor, pasi këtu kërkohen një seri specialitetesh, ashtu si kundër edhe të gjitha kategoritë, që nga puna
e inxhinierëve, tek puna e teknikëve dhe tek puna e gjithë shërbimeve mbështetëse. Punë e cila do të jetë patjetër e mirë paguar. Dhe e treta, shumë e rëndësishme edhe kjo, që duke zhvilluar këtë industri, ne nuk rrisim thjesht kapacitetet tona mbrojtëse, por rrisim në mënyrë të ndjeshme ekonominë tonë, ekonominë vendore këtu dhe ekonominë kombëtare. Kjo nuk është një kthim nostalgjik te industria e vjetër, por një transformim konceptual. Nga një uzinë e epokës së centralizuar, Rubiku planifikohet të shndërrohet në një kompleks modern të industrisë mbrojtjes, i lidhur me rrjetin euro-atlantik të sigurisë, i ndërtuar mbi bashkëpunimin publik-privat dhe i menduar për të ndikuar drejt për drejt në zhvillimin teknologjik, ekonomik dhe profesional të vendit. Për të kuptuar se çfarë përfaqëson sot Rubiku në strategjinë e re të mbrojtjes dhe zhvillimit ekonomik të Shqipërisë, duhet të kthehemi pas në kohë dhe të rikonstruktojmë profilin e tij industrial. Edhe pse shfrytëzimi i strukturuar i minierës daton që në vitet 20, uzina e bakrit në Rubik e nisi funksionin e ri në fundin e viteve 50, si pjesë e programit kombëtar për zhvillimin e industrisë së rëndë dhe përpunimin e metaleve me vlerë. E ndërtuar për të shfrytëzuar rezervat minerale të veriut të vendit, uzina u profilizua me pasurimin e bakrit, por me kalimin e viteve ajo u zgjerua për të përfshirë edhe nxjerrjen e arit dhe përpunimin e elementeve të tjerë metalik që shkonin në furnizimin e sektorëve strategjik të shtetit. Megjithatë, Rubiku nuk ishte thjesht një uzinë minerare. Në përputhje me filozofinë mbrojtëse të shtetit të centralizuar, ai kishte edhe një funksion dytësor: përpunimin e komponentëve të thjeshtë për pajisje ushtarake, përfshirë materiale për struktura ndihmëse të armatimit dhe të logjistikës ushtarake. Kjo nuk përbënte një prodhim të drejtë për drejtë të armëve në shkallë të gjerë, por ishte pjesë e një zinxhiri të mbyllur industrial që përkonte me konceptin e mbrojtjes totale. Për dekada me radhë, Rubiku siguroi punësim për qindra banor të zonës dhe u bë një nga burimet kryesore të stabilitetit ekonomik në Mirdit. Qyteti industrial u zhvillua rreth këtij kompleksi, duke krijuar një komunitet të lidhur ngushtë me ciklin e prodhimit. Pas viteve 90, me shkatrimin e ekonomisë së centralizuar dhe mungesën e një strategjie për privatizim të kontrolluar, uzina u shkatrua pjesë-pjesë. Pajisjet u çmëntuan, aktiviteti u ndërprej dhe struktura kaloi në pronësi publike pa funksion real. Në dekadat që pasuan, ndërhyrjet ishin të kufizuara dhe të fragmentuara, më shumë për ruajtje sesa për zhvillim. Sot, pas 30 vitesh degradim fizik dhe ekonomik, Rubiku përfaqëson një aset të papërdorur, por me potencial të lartë strategjik. Rikthimi i vëmendjes shtetërore dhe nismat për investim e rikualifikim nuk janë rastësore. Ato janë pjesë një logjike të re. Rikthimi i industrisë si shtyllë zhvillimi, por mbi baza të reja, të orientuara nga siguria, eksporti dhe teknologjia. Në këtë pikë, historia e Rubikut nuk përmbyllet. Ajo fillon një kapitull të ri. Transformimi i Rubikut nga një uzinë e braktisur në një qendër të industrisë ushtarake nuk është një ndërhyrje e izoluar. Ai përfaqëson një ndërhyrje me efekt shumë planësh në ekonominë vendore dhe më gjerë, duke ndikuar
jo vetëm në punësim, por në mënyrën se si strukturohet ekonomia e një zone të tërë. Sipas një studimi të zhvilluar nga Ministria e Mbrojtjes, çdo vend pune i krijuar drejt për drejt në industrinë ushtarake gjeneron 3 vende pune shtesë në ekonominë mbështetëse. Kjo përfshin sektorë si ndërtimi, transporti, mirëmbajtja, shërbimet teknike, furnizimi dhe zinxhirët logjistik. Për Rubikun, kjo do të thotë se ndërtimi i kapaciteteve të reja dhe rikonstruksioni i strukturave ekzistuese nuk do të sjellë vetëm një uzinë funksionale, por një sistem ekonomik të ri që përfshin bizneset lokale, shërbimet publike dhe furnizuesit teknik nga zona përreth. Puna që do të zhvillohet në qendër kërkon një gamë të gjerë specialitetesh: inxhinier mekanik, elektronik, teknik mirëmbajtjeje, operator prodhimi, IT dhe personel logjistik. Të gjitha këto kategori përfaqësojnë punësim cilësor, të mirë paguar dhe të qëndrueshëm, një alternativë reale ndaj emigrimit. Ky transformim ekonomik pritet të ketë edhe një efekt domino në sistemin arsimor lokal dhe rajonal. Nevoja për krah pune të kualifikuar kërkon krijimin e urave të reja të bashkëpunimit me shkollat profesionale dhe universitetet teknike, duke përfshirë module të dedikuara për teknologjitë e mbrojtjes dhe mekanikën e specializuar. Për më tepër, zhvillimi i një industrie strategjike si ajo e mbrojtjes rrit kërkesën për infrastrukturë moderne, përfshirë rrugë, energji dhe rrjete digjitale, shërbime publike të përmirësuara, si strehimi, kujdesi shëndetësor dhe siguria, mbështetje për ndërmarrjet e vogla që ofrojnë furnizime, logjistik dhe mirëmbajtje teknike. Në këtë mënyrë, qendra e re në Rubik nuk do të funksionojë si një strukturë e izoluar prodhimi, por si një nyjë ekonomike shumë funksionale, e cila nxit zhvillimin e integruar të vendit në veri. Rasti i Rubikut mund të bëhet një model për projekte të ngjashme në zona të tjera periferike, duke treguar se industria e mbrojtjes, kur strukturohet me objektiva të qartë dhe mekanizma të drejtë, mund të jetë një instrument i fuqishëm për zhvillimin rajonal, uljen e pabarazive dhe forcimin e kapaciteteve vendase. Zhvillimi i një industrie ushtarake kërkon më shumë se sa një rikonstruksion godinash dhe hapje vendesh pune. Ai përfshin një sër sfidash strukturore, teknologjike dhe ligjore që vendosin në provë kapacitetin institucional, seriozitetin strategjik dhe standardet me të cilat një shtet qeveris sektorin e sigurisë. Së pari, industria e mbrojtjes është një nga fushat më të rregulluara dhe më të ndjeshme në çdo vend. Ajo lidhet drejt për drejt me interesat e sigurisë kombëtare, me teknologji në përdorimin e dyfisht, civil dhe ushtarak, dhe me zinxhir furnizimi që shpesh kërkojnë leje të posaçme eksporti dhe kontrolle ndërkombëtare. Në këtë kuadër, Shqipëria ka ndërmarrë disa hapa strukturues për të krijuar një mjedis të besueshëm dhe funksional për industrinë e mbrojtjes. Krijimi i ndërmarrjes shtetërore ka si një instrument publik për prodhimin dhe tregtimin e pajisjeve ushtarake dhe përfaqësimin institucional në partneritetet ndërkombëtare. Ngritja e një agjencie të posaçme për industrinë e mbrojtjes që koordinon projektet, kontratat dhe zhvillimin teknik në këtë fushë. Negociata të hapura me kompani ndërkombëtare prestigjioze të sektorit të mbrojtjes për të ndërtuar bashkëpunime mbi bazën e transferimit të teknologjisë, trajnimit të stafit shqiptar dhe përfshirjes në zinxhirët global të prodhimit. Në këtë kuadër, qeveria shqiptare ka theksuar se investimet në mbrojtje nuk po trajtohen vetëm si rritje e kapaciteteve ushtarake, por si një formë ristrukturimi ekonomik, kur shpenzimi publik kanalizohet në krijimin e industrisë dhe vendeve të reja të punës, jo thjesht në blerje të pajisjeve nga jashtë. Shihni këtu dy shembuj të prodhimeve made in Albania. Një shembull i kësaj qasjeje është edhe partneriteti në shqyrtim me kompaninë shqiptare që ka prodhuar makinën Shota, projekt i cili synon të përkthehet në zhvillim të automjeteve ushtarake të prodhuara në Shqipëri për përdorim të brendshëm dhe eksport.
Në horizontin e vitit 2030, Shqipëria synon të mos jetë vetëm një vend konsumator në sektorin e mbrojtjes, por një vend prodhues me linja të certifikuara të pajisjeve ushtarake, dronëve inteligjent, automjeteve taktike dhe komponentëve për eksport. Kjo ambicie është pjesë e një vizioni më të gjerë për riindustrializimin e vendit, që vendos industrinë e mbrojtjes në qendër të një strategjie zhvillimi afatgjatë. Por a mund të kthehet kjo industri në një shtyllë reale të zhvillimit ekonomik? Argumentet janë të qarta. Ajo ofron punësim të specializuar dhe të mirë paguar, në një treg ku kërkesa për kompetenca teknike dhe inxhinierike është në rritje. Krijon vlera të shtuara që nuk varen nga tregtia e lëndëve të para ose sektor të paqëndrueshëm ekonomikisht. Nxit transferim teknologjie dhe krijon mundësi për rikthimin e profesionistëve shqiptar nga jashtë. Forcon besueshmërinë ndërkombëtare të Shqipërisë si një vend që jo vetëm siguron veten, por kontribuon edhe në sigurinë kolektive. Nga ana tjetër, sfidat janë po aq reale. Mungesa e përvojës së gjatë në këtë fushë, nevoja për garanci institucionale të forta, mungesa e kapaciteteve arsimore të profilizuara dhe rreziku që projektet të mbeten të izoluara pa akses real në tregje. Për të qenë suksesshme, kjo industri duhet të ndërtohet mbi transparencë, partneritete të qëndrueshme dhe një logjik tregu që nuk mbështetet vetëm mbi financimin publik. Duhet krijoj produkte që kanë vlerë reale, përdorim praktik dhe standard ndërkombëtar. Rubiku është testi i parë. Nëse modeli funksionon duke prodhuar, punësuar dhe eksportuar, ai mund të përsëritet në zona të tjera. Në fund, industria e mbrojtjes mund të mos jetë vetëm një çështje sigurie, por një instrument ekonomik dhe zhvillimor që kombinon potencialin teknik të vendit me kërkesat reale të tregut global të sigurisë. Për shumë vite, Rubiku ishte thjesht një emër në kujtesën industriale të Shqipërisë, një strukturë e heshtur, e mbyllur në vetvete, dëshmi e një epoke që kishte ikur e një modeli zhvillimi që nuk u zvendësua kurrë. Sot, Rubiku po hyn në një fazë të re, jo thjesht si një uzinë e rindërtuar, por si piknisje një politike të re industriale që lidh sigurinë me zhvillimin, investimin, punësimin dhe historinë me teknologjinë.